Ja ke fal? Jo. Pse? Jo, hala jo. Jo. Pse nuk ja fal? Ndoshta po ka bëj, ndoshta apo ti kërkoj edhe Zotit falje, ndoshta po nuk muj. Ndoshta edhe ajo ka kalu një fazë tronjit, duke marrë parasysh se para shumë vite ka qenë shumë vështirë që ta pranosh një fëmijë të huaj, ndoshta edhe kur ta kesh vetëm një lidhje. Kështu që besoj që në këtë pikë duhet ta kuptosh me qenë se je nonë vetë dhe besoj që një pikë shumë e vështirë kur një nonë vendos me braktisë fëmijën e vet. Po, e vërtet është, po o konë që ajo kohë për para e vështirë. Po kish mujt një qeter rrugë dolje me gjetë. Jo me kalu e 45 vite pa taku. Po, do me thonë që mas 25 vite më ardhë me ditë ku jam. Edhe e ke ditë ku jetoj, krejt. Me ardhën, që thujnë, unë e kuptoj edhe ato, dhe ajo ka dhimt, dhe ajo konë që thujnë e lëndune krejt. Po unë e ma shumë. Unë e ma shumë se unë e kom vujt, unë jam rrit, që thujnë, nuk jam rrit qysh duhet një fëmijë më rrit, me dashni, me krejt, që thujnë, po apet këthejna, që thujnë apet hatri Zotit, o mdhimet. Po, me ja falë gabimin, jo, nuk muj. Se dhe unë ja kom këthy përgjigjen asoj më njëherë, i kom thonë, po më vjen kesh me thonë, po edhe unë jam nonë e 5 fëmijëve, edhe unë jam kom vetë, po unë e fëmijën tem, nuk e kom lanë durët, dikuj tjetër më rritë, mas me pa dashnin e nonës, unë se kom bëhet punë. O kom vështirë për to që kjo, e kom kuptu edhe e kuptoj, e di çfarë dhimbte e ka pat, po jo. Po kur të vini në Kosovë, e vizitoni, komunikoni vazhdimisht në telefon? Po, jo shumë. Jo. Sa jo shumë? Javë, një herë? Javë, thirrje, një javë, 2 herë, ose sa ajo edhe mërzitet ma shumë, kur ka kontakt ma shumë me mua, edhe një kam qef, se nashta vjen dita dhe fëmija të saj e ndëgjojnë qëto. Për mua është vështirë se këta e din, këta janë rrit me nonë dhe me babë. Këta janë rrit me dashnit nonës, që thojnë, për ta është ma ndryshe. Për mua është pak, jo pak, po shumë vështirë. Se në kur po vi, përshë me 1 orë në me nejt, me nonën, do të me më kuptu ata mu se unë e kam qitër dhimt. Se unë jom rrit pa 2. Ndoshta unë e foli, ose buna nervoz, ose diqka, unë e kam prej dhimtës. Kam qef edhe prej tyme me pot një tjetër dashni, një farë respekti. Një farë qasje më të ngratë. Që ata unë e kisha desh prej tymeve, se jom rrit, që thojnë, pa motër, pa vëlla, e jam një person se nuk jam të ardhur prej Gjermanisë për interes me nejt unë për shembull të ta, unë du një farë, s'po di edhe, s'po muj edhe më shprej, se që thojnë, një farë ma shumë di me një farë dashnije me pot, me ta, që thojnë,
Jo me menu që kjo po vjene se di jetë më kuptu, po unë nuk po muj me folë qëtë fjallë, se çdo person e vren atë kur të shkon. Unë e prej nonës po. Unë e shoh se prej nonës unë kam dashni e kejt. Po prej rrethinës. Po me gjithat ti prej nanës ki dashni, ki komunikim, po nuk ja fal. A mendon që nesër, lartë qoftë, me ndru jetë nana, pendohesh për një gjatë tillë? Me gjithat është nanë. Është nanë, nanë je vetë. Mos harro se krejt një jetë kem gabime, krejt gabojmë. Po dhimbta e vlatit është dhem. Sikur mendo që ndoshta ka kalu shumë faza, jepi hapësirë me folë shumë, mu shprej shumë. Besoj që ndoshta edhe kime kuptu shumë ma shumë, edhe ndoshta kemi kërku falje që ndoshta në momentet caktume i ke bo pyetje që nuk e marrë asnjëherë përgjigje nga ajo. Nuk po kemi edhe shansën më konë na shumë edhe në bashkë. Për shkak distancës. Distancës edhe këtu kur vi, s'mujmë na shumë, unë e marrë, dalë me to, po ku shumë nuk po kemi. Pasim për punën cilën tani je duke bërë aktualisht, me qenë se fillimet e tua, tham, kanë qenë shumë të vështira, ke punu çdo punë, vetëm fëmija ti kanë kushtet, mos që mungon asgjë. Vërtet. Po tash të shohim edhe në rrjetet sociale ti je vozit, domethënë autobusat. Po. Na tregoni këtë eksperiencë të punës, si vendoset që t'jesh një shofere autobusave dhe si është për ty kjo eksperiencë dhe je paragjyku për punën cilën e bërë? Po. Dëshira jam o kom prej pse e ku marrë lejen e kerrit, o kom dëshira jam se ja, për shembull, mu bo shofere autobusit, ja shofere kamionit. Kjo kom dëshira jam e më e madhe, se unë në shkollë nuk më patë shumë, se më kanë martu të re, s'kom patë tjetër gjithojnë rrugë dalë, me vazhdua në shkollim, në zanata, diçka. Tana, atje po ndihmë kom patë prej komunës, ta kanë deshtë, e kanë di se në çfarë historie kam, e kanë di që jam martu e re, kanë deshtë mua me më quë, për shembull me alon shkollë, fakultet e këtë, po një kom thonë se jo. Nuk është